Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kapitulli i dytë i librit të Tauhidit është kapitulli i vlerës së Tauhidit, i veçimit të Allahut subhanahu wa taala me adhurim, dhe çka shlyen Tauhidi kur është i plot dhe i saktë tek njeriu prej gjunaheve. Dhe thënia e Allahut lartësuar, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Vërtet ata të cilët besuan dhe nuk e ndotën pra besimin e tyre me padrejtësi, me shirk. Transmetohet nga Ubadet ibn Samit, ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush dëshmon që nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, një i vetëm dhe i paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, dhe se Isa, pra Jezusi siç i thon krishterët, është robi i Allahut dhe i dërguari i tij, si dhe fjalë e tij, të cilën e drejtoi drejt Merjemes, pra fjalë e tij bëhu, krijohu, pra dhe u krijua. Dhe shpirt prej tij, pra Isa është shpirt i krijuar prej Allahut subhanahu wa taala si mbar njerëzimi. Dhe kush dëshmon që xheneti është i vërtet dhe zjarri është i vërtet do ta fusi Allahu në xhenet të person me çdo lloj vepre pra që të paraqitet tek ai. E transmetojnë të hadith Buhari dhe Muslim. Pra kush dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, se Isa është rob dhe i dërguari i tij, si dhe fjalë e tij e drejtoi drejt Merjemës, si dhe shpirti krijuar prej tij, xheneti është i vërtet, zjarri është i vërtet. Pra kush e ka këtë besim dhe i përmbahet tauhidit, e fut Allahu këtë person ditën e gjykimit me çdo lloj vepre paraqitet tek ai. Pra me çdo lloj gjunahu që të ketë bërë robi, nëse ka besimin e saktë, gjunahet i falen dhe arrin të përfitoj prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu transmetohet nga Buhari dhe Muslim prej hadithit të Idbanit radhiyallahu anhu, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu ja ka bërë të ndaluar zjarrit atë i cili thot nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, duke synuar me të dëshmi pra fytyrën e Allahut, që do të thot vërtet Allahu ja ka ndaluar xhehenemit atë person i cili thot la ilaha illallah, pra me sinqeritet nga zemra, e thot të fjalë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të fytyrës së tij, sepse vërtet mirësia më e madhe e banorëve të xhenetit kur të futen në të është shikimi i tyre Zotin e tyre subhanahu wa taala. Gjithashtu transmetohet nga Ebu Said el-Khudri, nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, të ketën, tha Musa, o Zoti im, më mëso mua diçka me të cilën unë ty të kujtoj dhe të të lus me të. I tha Allahu subhanahu wa taala, thuaj o Musa, la ilaha illallah, pra s'ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Tha Musa, por se të gjithë robërit e tu e thon këtë. I tha Allahu subhanahu wa taala, o Musa, sikur 7 qejt dhe banorët e tyre, si dhe 7 tokat dhe çka kanë to të ishin në anën e një peshoreje, dhe fjala la ilaha illallah të ishte në anën tjetër, vërtet do të rëndonte me to dëshmia la ilaha illallah, që do të thotë këto 7 qej dhe çka kanë to dhe toka e çka kanë te nuk janë krijuar përveç se për realizimin dhe përmbushjen e kësaj dëshmie, dëshmisë së tauhidit, që nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut subhanahu wa taala. Transmetohet nga Tirmidhiu dhe ka konsideruar këtë hadith si të saktë nga Enesi radhiyallahu anhu, të ketë thënë, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë, ka thënë Allahu i lartësuar, o biri i Ademit, sikur të më vish mua me afërsinë e tokës plot me gjunahe dhe të më takosh mua pa më shoqëruar askënd në adhurim, vërtet unë ty do të vi me afërsinë e tokës me falje. Tu dëshmohet pra vlera e tauhidit, vlera e veçimit të Allahut, veçimit të Zotit me adhurim pa i shoqëruar askënd, dhe përfiton robi prej këtij besimi, pas stërtisë së besimit, fiton faljen e gjunaheve. Pra ai i cili realizon tauhidin, shpërblimi i tij është xheneti dhe i bëhet shkak ky realizim i adhurimit të Allahut një të vetëm për shlyerjen e gjunaheve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.